Ja dhe fitoi. Këta momentet e para që vinë nga Devolli, socialistët shpallin fitoren pas përfundimit të numërimit, sepse aq janë kutit e votimit kuptohet. Nikua, suksesi i Nikuas. Nikua, thotë Rama. Po, Nikua, po, këta drejtuesit politik në qarqet socialistëve, shpesh thonin ne do bëjmë kështu, do majmë, po kaq po shkojnë drejt atyre që kanë thënë. Shiko, Nertil, Shqipëria është një popull i majt, i cili është qeverisur nga komunistët, nëse mund të quajmë komunistë ata që kishte Enver Hoxha në byron e vetë politike, dhe dashje pa dashje vazhdon inercia, sepse i tillë ishte ky popull, dhe djatha që pretendoi se lindi në 90-ën, që në fakt ishte djatha, po ishin ca komunistë që u konvertuan si opozitarë dhe djathë, një pjesë e tyre, se s'po them të gjithë, se ka pas aty edhe element natyrisht që s'kan pas asnjë lidhje me sistemin, madje kanë qenë me mendime tërësisht antisistem, po flas për diktaturë. Kujtoj këtu njerëz si Dashamir Shehi, për shembull, që është ende në politik, Aleksandr Meksi apo personazhe të tjerë që nuk kanë pas lidhje as me tesërën e komunistit, as me sekretarin e politik të asaj kohe, apo me sigurimin e shtetit. Dhe e djatha duhet krijojë dhe të vazhdonte si një strukturë politike dhe të konsolidojë me këta njerëz. Infiltrimi që i ndodhi, dhe kjo është një analizë sociopolitike që duhet bërë, po s'është bërë kurrë. Infiltrimi që u bë dhe kapja që u bë nga një sekretar partie, siç është Sali Berisha, që është mjeshtër i manipulimit dhe intrigave politike, prodhoi këtë realitet ku midis 35 viteve demokraci që kemi, thjesht ai mori benefitet e një pushteti që dili ta luaj lojën në atë moment caktuar, me menaxhime, me lobime, me klane edhe mediatike, dhe kapi pushtet, u bëj pasur, kur them u bëj pasur, jo në një pasuri të madhe, më vetëm 40 metra ka shtuaj. 40 metra të dy dhomë me një kuzhinë dhe 100 euro, vetëm kaq, për këtë e kam, se s'ka pasuri Berisha. Harroj që të ketë pasuri Berisha. Unë të paktën e besoj herë. Mund të ketë njerëz që se besojnë, po arriti që të paktën të merrte pushtet dhe e gjitha degradoi pra tek egoja personale e një personi. Pra nuk u krijua dot kurrë djatha në Shqipëri. Dhe fraksionimi që ndodhi pastaj në mënyrë permanente deri ditët e sotme, se edhe këto partitë e reja, edhe Agron Shehaj nga PD-ja doli. Po. Pra u investua si një kapital politik aty dhe në fund fare iku. E të gjithë partitë e tjera, Ibsen Elezi, duhet të ishte Ibsen Elezi dhe të vinë kulluri në një parti vete. Po jo më. Po ndoshta po të ishte të vinë kulluri kandidat për kryeministër, shumë gjëra mund kishin qenë ndryshe në Partinë Demokratike, po ata nuk e provojnë, sepse ata kanë liderin e tyre të pandryshueshëm. Dhe po nuk ke simpatinë e liderit, nuk mund të jesh dot kandidat për kryeministër. Pra pse po skandidonte një grup të rinj, e kemi thënë ky Mustafaj, Andi Mustafaj, Edvin Kulluri, tjetri. Ky është primarja. Dhe njëri nga këta që kanë dhe sharm publik, kanë elokuencë politike publike, dhe që pëlqejnë dhe në publik, mund dilë dhe kandidat për kryeministër. Dhe po ta vësh re, Rama ka qenë disa herë në pozitë shumë vështirë në përballjet publike kohët e fundit, se nuk kishte justifikim. Vetëm një moment të lutem, Dynjaj. Atëherë, kjo është e Devollit, ë? Bashkia e Devollit ka dalë shifrat. Atëherë, Partia Socialiste ka marrë 6555 vota. Partia Demokratike dhe Koalicioni 5466. Diferenca në përqindje 50.3%, 42%. Nisma Shqipëria bëhet 385 vota, PSD 310 vota. Pra diferenca... Po këtat Partisë Lirisë ku janë këtu? Janë bashkë, llogaritën të koalicioni PD-s. Për shembull, Meta kishe marrë për afërsisht.